ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhelle xhelalu. Atë falënderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira, mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi veprat dhe adhurimet e zemrës, ku jemi me çështjen e durimit dhe sabrit. Përmendëm çka është durimi, cilat janë definicionet, shkallat si arrihet durimi, vlerat e durimit në Kur'an dhe në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj përmendëm edhe një varg udhëzimesh nga Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala se si duhet muslimani që ta menaxhon dhe ta mjekon stresin, depresionin, ankthin, vuajtjen nga shqetësimet e kësaj bote, nga sprovat e kësaj bote, dhe thamë se do të vazhdojmë me një varg hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam se si ai me mësimet dhe udhëzimet e veta i shëronte dhe mjekonte shqetësimet, ankthet, streset, depresionet dhe ankesat e njerëzve. Ne jemi në prag të Ramazanit, andaj edhe ndoshta kish me qenë e duhur me u përgatit, mirë po do të shtyj për ligjëratën e ardhshme, duke lutë Allahun subhanahu wa taala që Zoti i Madh xhelle xhelalu na mundson me hyrë në Ramazan, duke qenë me shëndet dhe me iman, na jep Allahu vullnetin për punë të mira, na i pastron zemrat tona dhe na mundson që ta vjellim dhe ta shtrydhim mirë këtë muaj i cili vjen për pastrimin edhe mbulimin e të metave dhe gabimeve të njerëzve. Përmendëm në ligjëratën e kaluar hadithin e parë, të cilin e hapëm nga fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe se disa prej dietarëve i kanë kategorizuar si hadithe të cilat janë për shërimin e ankthit dhe stresit. Hadithi i parë ka të bëjë me rëndësinë e mjekimit me fjalë të streseve dhe anktheve. Njeriu vëllezër, një fjalë ja bën një stres, po edhe një fjalë ja hek. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shfrytëzonte fjalën si mjet shërues. Madje edhe shpallja është fjalë. Kurani është fjalë. Fjala e ka pru Ramazanin, fjala e ka pru namazin, fjala e ka pru zakatin, fjala e ka pru haxhin. Fjala ne ka mësuar historitë, fjala ne ka mësuar njerëzit. Nëpërmjet fjalëve kemi marrë vesh gjërat të cilat duhet t'i bëjmë, dhe nëpërmjet fjalëve kemi marrë vesh gjërat që nuk duhet t'i bëjmë. Nëpërmjet fjalëve është dalluar halali dhe harami. Nëpërmjet fjalëve dallohet qenia njerëzore nga qenia e shtazës. Domethënë ne flasim, ata s'flasin. Ne shkëmbejmë dialogje apo edhe monologje, vetë flasim, edhe i flasim të tjerëve, ndërkohë që kafshët nërmes veti, pa edhe vetë nuk i bëjnë këto gjëra. Mu për këtë arsye vëllezër, Allahu subhanahu wa taala ka dalluar qenien njerëzore me fjalë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e shfrytëzonte fjalën për ndikimin tek njeriu pozitivisht. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që ka thënë Imam Buhariu, nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha yu'jibuni al-fa'l, tha mund pëlqen fa'li. Fa'li është një lloj mendimi i mirë, një lloj pozitiviteti që mund ta ketë muslimani. I than sahabët, ja Rasulullah, çka është fa'li? Ata e dini një kuptim të fjalës gjuhësisht, mirë po doni me ditë çka po synon pejgamberi sa konkretisht me këtë fjalë. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kelimatun tayyiba, një fjalë e mirë. Një fjalë e mirë vëzër ta ndrejë ditën. Një fjalë e mirë ta ndrejë muajin. Një fjalë e mirë ta largon stresin. Një fjalë e mirë ta ngroh midis dimrit. Një fjalë e keqe nga ana tjetër këtë i bën këtë të këqija. Por këtë arsye vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pëlqente fjalët e mira dhe i pëlqente emrat e mirë. Dhe pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon që të manovron me fjalë. Andaj kur e shifte se doni njeri e ka emrin jo të mirë, jo siç duhet, apo çfarë bante, ja ndryshonte. Edhe njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha alaihi sallallahu alaihi wasallam, si e ke emrin? Tha Hazn. Hazn është i rand, i vështirë, apo që i shkojnë punë pak si me zor. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, bel anta sahl. Tha ndroje bane i lehtë. Tha çështu ishte ja Rasulullah, edhe ndroj. Thot tabiini, djali i tina, edhe prej nipave të tij,
thot nga bereqeti i ndryshimit të emrit, ja kemi pa khairin dhe na ka shku gjithmonë jeta let. Kur ka ardhur Suhejl ibn Amr radhiyallahu an në marrëveshjen e Hudejbjes, dhe pas dështimit të negociatave her pas here me shumë prej njerëzve, kur vjen ky i fundit Suhejl ibn Amri ka qenë jo musliman në atë vakt, pastaj ma vonë u bë musliman. Mirë, po në atë vakt u kon pagan. Dhe kur vjen Suhejl ibn Amr dhe e sheh prej larg pejgamberin alayhi salatu wassalam, Suhejl i bie i lehtë, shumë i lehtë, tepër i njom. Atër tha alayhi salatu wassalam, laqad sahula amrukum. Masi të ardhë këj Suhejli, tha edhe inshallah puna ka me hecë me të mira, edhe me që këtë Suhejli është bërë marrëveshja mes pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe paganëve. Ky ka përfaqësue në atë vakt me kelit paganët. Po këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte një lloj ndikimi dhe një lloj joshje ngacmimi i përgjigjej emrave të mirë. Për këtë arsye vëllezër, Allahu subhanahu wa taala ka zbrit fjalë, se fjala bën ndryshime të mëdha. Andaj hadithi i parë që do shohim me lenin Allahu te bareke ve teala është hadithi që ka thënë Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu nga Ibn Abbas radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve kanë qenë së bashku me Ibn Abbasin radhiyallahu an, thot dhe më tha, i është drejtuar pejgamberit sallam Ibn Abbasit, ja gulamu inni uallimuka kalimatin, ka thënë o ti djalosh, unë do t'i mësoj ty disa fjalë. Dhe fjala vëllezër ja gulamu është për gdhëlje. Çfarë i bie vëllezër për gdhëlje? Do të thonë hyrje me të mira. Është raport i cili e çel derën e marrjes mësimit, sepse ti mundesh me ia dhënë njeriu mësimet më të mira në botë, po mes teje dhe ti ka pengesa. Andaj Zoti Madh te bareke ve teala ka mësuar në Kur'an dhe këtë ka zbatuar praktikisht pejgamberi alayhi salatu wassalam, që me njerëzit me kriju raporte të mira. Për çfarë arsye vëllezër? Sepse raporti i mirë edhe i hap derën fjalës së mirë. Kur ti mendon keq për dikan, ai sa dush mirë me të folë thos, nuk më intereson më çka thot ai, se ti mendon keq për atë. Jo rastësisht vëllezër, njëra prej propagandave më të këqija që ja banin pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte nximja e fotografisë së tij, personalitetit të tij, sepse ata e dinin se ai shumë mirë po fol, e vetmja mënyrë për me ndal këtë është që njeriu mos t'i afrohet hiç, se t'i afrohet, normal që ka me pas është i den për tu dëgjuar. Atëherë shiko pejgamberi alayhi salatu wasallam çfarë bën te vëllezër. I thot ja gulam, o djalosh. Sikur që i thonte Ibrahimi alayhi salatu wasallam babës së vet, ja abati, o baba jam. Por me fjalë të tjera vëllezër germ me bie, o i dashur i bab. Ja abati është shtesa e dashnisë. Se mundesh mi thon o baba jam, mundesh mi thon o bab, apo edhe mundesh me përdor terma. Për shembull, tana as bab si thot. Ky ai, apo do bëhen pak më të mëshëm, apo plaki. Ky plaki e kështu me radhë. Po kjo ka etik në vetveti. Ibrahimi alayhis salam si model i njerëzimit dhe baba i pejgamberëve, babës vet pagan i thonte ja abeti. O baba jam i dashur duke qenë pagan. Sepse çështu veç çelët dera. Një numër i madh i njerëzve i mshelin këtë dyrt me njerëz, i blokojnë, i blindojnë në bazë të karaktereve të tëre dhe raporteve që i kanë të këqija, dhe pastaj për shembull thotë pse s'ma merr këtë fjalën. Po s'ta merr se ti ke blinduar. O ti s'ki raport, s'di musil me njerëzit. Ai që s'di musil me njerëzit, ai është destinu me dështuar. Edhe me ditë se mjalta të dhon, çka ti thu jo se ajo teglla mund të më ngrit dorën. Apo ti nëse e shef për shembull reagimin e fëmijës. Reagimi i fëmijës dhe zot për ta edhe një sheqer këmi a dhon fëmijës, pa e afru një herë, mi ju boj i dashës të meraj. Apo, edhe ti e shef fëmija, nëse e një njëri, ja merë dhuratën, që se një rezervohet, qelët, pse nuk e di ku shoki, e merë me rezervë. Edhe njërës të mdoj janë qështu dhe zërë. Nëse nuk u atë qelë derën me veprat të mira, me sjellje të mira, atër dhe fjallët e mira nuk kanë ndikim. Andaj qëka i tha alayhi salatu wassalam, tha ja gulamu, o ti djalosh, pra ti heke këtë barierat e mundshme që pengojnë pranimin e fjalës. Pastaj i tha inni uallimuka kalimatin, tha unë do t'i mësoj tyje disa fjalë. Përmendëm ligjëratën e kaluar rëndësinë e mësuesit. Inni uallimuka, pastaj kalojmë tek kelimat, tek fjalët. A ka mundësi vëllezër fjalët me kanë ilaç? Po. Dhe kjo është vërtetu edhe shkencëtarisht, edhe në shkencat e psikologjisë, edhe në shkencat e mjekësisë, apo
andaj ti për shembull dallon në mes një mjeku i cili është në fjalë mirë edhe një mjeku i cili është pak më i vrash në fjalë, edhe nëse teknikisht janë këtë rregull. Për këtë arsye vëllezër, ti e gjen edhe mësuesin i cili din me përdor fjalë të mira, ma le të porçon informacionin dhe të dhanën tek nxënësi se sa një mësues i cili ka më pak njohuri apo është më i vrashtë kështu me radhë, andaj e gjen se ka vështirësi në komunikimin e informacioneve. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasallam çka i tha, inni uallimuka kelimatin, fjalë. Çish e largon fjala stresin, çish e largon ankthin, apo sepse vëllezër bota e njeriu nuk është vetëm fiziku. Fiziku shpesh i përgjigjet, vini re vëllezër. Njeriu është trup, është edhe mendje, është edhe shpirt. E këtu të shpirtit vëllezër kemi emocion, kemi dashni, kemi urrëtie, kemi gërdi, kemi pëlqim, kemi tërheqje, kemi bezdi, diçka s'do, diçka do. Këto janë gjëra të cilat ti suni prek ato. Apo a mundesh me shku për shembull, jo rastësisht, nëse shkon te mjeku klasik, doktor i trupit, edhe i thuaj jam i mërzitshëm. Është për ta botë mbyllur, s'ka çka me të bëj për këtë punë, s'kapet mërzia, s'kapet shqetësimi. Apo andaj ti e gjen se sado që ka përparu mjekësia, maksimumi është me ta mpi trupin. Apo kanë bë lloj-lloj barre, lloj-lloj mundësie që ti mund mpinje. Apo ama me ta shëru problemin jo. Po këtë arsye pasi që njeriu është vëllezër i përzim mes brumit të fizikut, shpirtit dhe mendjes, edhe duhet mbas të kësajna edhe të bëhet shërimi. Por shkak se sicila ndikon te tjetra, shpallja vjen dhe i shtrin gjitha llojet e mjekësive. Andaj shoron me fjalë, shoron me fizik, ka vendosur Allah ilaçe, dhe ka edhe ajo që ka ne jemi të quajtur tani në botën e re, moderne, shëndeti mendor. Shëndeti mendor, nga i cili vin një varg problemesh. Nga i cili, para më vëzër, në një prej analizave që ka kanë bërë disa prej hulumtuesve dhe mjekëve, ata e parashtrojnë se shumë frik, shumë shpejt, është gati afër 1/3 e banorëve të tokës, 1/3 e banorëve të tokës me u klasifiku si njerëz me ankth, si njerëz me shqetësim, si njerëz që kanë probleme mendore. Kanë probleme mendore. Vini re vëzër, njeri me problem në shëndetin mendor nuk ka budall. Se për budall ka çmendin, jo, nuk jeni të vol për çmend. Ajo njeri meçëm, madje ka mundësi me kon tepër inteligjent dhe me pas probleme shëndetin mendor. Sepse shëndeti mendor vëzër në bazë të Kur'anit është problem emocional. Është mos kontrollim i dëshirave tua, frikave tua, pa njohurive tua. Ku njeriu për shembull vëzër krijon skenare negative shumë. Edhe fillon edhe rezervohet shumë. Kjo këtë harxhon vëzër. Nëse ti del pi shtëpie, edhe thue, domethën 100% në ndeshje e baj. 100% e zon kamën dikun. 100% dikush ka më mbop telashe. Kjo vëzër veç ide më kanë, bëhet barr. Se çka pse bëhet barr? Se ti fillon me u mbrojt. Domthon fillon e harxhon veten më shumë sa duhet. Apo para më dalti në rrugë me vetur, edhe me pas bindje se 100% kemu godit me dikan me kërë. Apo ti kemë kon shumë, ti kemë kap me njerëz, ti monin kemë shqetësu shumë. Ndërkohë që një njeri i cili për shembull është shumë më pak i mençëm se ti, ama se ka këtë problem emocional. Del edhe ti është, andaj ti është apo për njerëz thu, apo ki më budall se una kushtimisht, po pse më rahat, sepse ai nuk ka kalkuluar çat shumë sa ti. E këtu vëzër vend që kjo përgjigje mendore. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka shnosh këtë problem. Si e ka shëruar vëzër këtë problem? Duke e zbraz këtë negativitet çfarë? Në ata se ka dole se që këtë univers e menaxhon dikush, për me të godit ti dikush më ndeshje, duhet mu shkrujt ajo, për me të godit. Ai cili e shkruan e ka hek lapsin. Jo, ai cili ka shkruajt ngjarjet, që andaj shikon në fund hadithit, rufi'atil aqlamu wa jaffati as-suhuf. Është ngrit lapsi, por ai që e ka shkruajt skenarin, ndodhien e ka hek lapsin. E ka hek lapsin. Çta kuptojna vëzë çka i bie, është ngrit lapsi. Apo dhe është tha letra. Supozoj kështu, marrë një roman, apo të na shumica pineve s'lexojnë romane, marrë filmin, që ta kish parasysh. Si ti e ki pa një film,
Një film një orë regjis, apo një film 30 epizode. Edhe tash ti e ki pa dhe i dit kitë detalet. Edhe një tjetër për e shikon për zdyti, një tjetër për e shikon për sparit i për zdyti me ta. Edhe zakonisht, apo, ai kryesorin në film, protagonisti, ai cili s'dut me hup kur, dut me dash kejt, qka e këshirin, ai ma i mirin film, apo. Ai cili edhe kur ban të lasha i mirë, ai dhe një tjetër për shembull i keq edhe ai sa herë i keq edhe me bo varësisht për skenarin çka e ka bo. Ai cili po e sheh për të parën herë ka më shumë ankth se kishka e ka parë një herë. Andaj në çdo tentativë që ai me rapi dikun, me vra dikush, me mit dikush, ky tjetri i cili e ka pas ka ta drivat. Jo se ai u ka krikë punë. E kum pa thotun e. Vini re vëzër. Kto sa për ta kuptuar. Allahu xhelalu i ka shkruajt krejt. Apo, ti thu po ama, që kjo po ama, heket me, e ka shkrujt. Qka i bje e ka shkrujt? Nëse e ka shkrujt me ndodh, amat e tua nuk e heke këta. Ti njerësu sa dushe e ka me ndodh. Ama nëse se ka shkrujt, pse po njerësësh? Pse po hargjohesh? Për këta arsye dhe zër, vjen shpallja për ta rujt ekuilibrin mes trupit njerit, shpirtit njerit, edhe mendës njerit. Tu të rijat kombinoj njëra me tjetërën. Ti edhe trup, edhe mene. Andaj ti e sheh për shembull, vëllazër, njeriu, nëse merr një mendim të keq, edhe trupi reagon. Apo, supozoj kështu vëllazër, që ta kuptosh çish reagon trupi me mendën dhe shpirtin. Nëse ti nga një qen, do me të vrapon një qen për me të kaq. Apo, trupi jot del nga forma normale në formën e alarmit. Apo, fillon, a keni pa njerëz që thonë, vetë funksionojnë komt. Jo, nuk funksionojnë vetë komt. Po trupi jot merr çfarë? Merr udhëzimin nga mendja jote dhe emocioni jot se jam në gjendje alarmi. Andaj ti isha thu, me madhon që këta në gjendje normale së në ngaj. Por shemë ti thu, por gjysë minuti ka marrë dërqëtu. Pse? Se qaj qeni që ty. Pse ndodhë kjo dhe zër? Se ke morë gjendje alarmi. Trupi është përgjith maksimumit që ka e ke shtyp të atin mendje. Apo? Maksimumit që ka e ke shtyp. Kështu vëzër funksionon. Kur ti e ban skenën kështu, pezojna ke pështu pi qenit, ama ti alasën që të sosh, se trupi është alan në gjenjën e qatin nga cmimit. Bane e sap tu hik ti shpejti ki menu ka me të kaqë në fund. Kjo pastaj ka shkaktu problem prap trupit. Fillon zemra rrej shpejt, ka bosh rregullime. E tash duhet dikush me mor me trajtu ka dale mos sot se ki pështues, ka kafsha, u ka largu qeni e kështu me radhë. Vëzër ngjarjet janë ngjajshme në jetë kështu. Kur ti filozofon kam më kafshu qëtu, kam më kafshu qëtu, edhe fillon e përdit kafshohosh në shpirt, pa të kafshu kërkush në trup. Ti përdit e merë ka një kafshim të shpirtit, përdit hargjohosh, përdit e njërës vetën, përdit e lodh zemrën, ama në fund ti thu, mirë, atë ka kaq dikush dha. Po jes s'm ka kaq, ama këtë më kaq. Ama mundet me më kaq. Kështu e radh, njeriu hargjohet shumë vëzër. Si me dal për kësaj krize, këtu ka ardhur pejgamberi më ka thonë inni uallimuka kelimat. Po t'i mësoj disa fjallë. Pse o vëzër këto fjallë? Sepse këto fjallë vëzër e shëroj njeriun. Andaj Allahu thotë Kur'an, fjallë kelimetun ke shegjeratin tëjjive. Fjallë mund të më konë si pema e mirë. Wa kelimetul khabithe. Dhe fjallë e lig ke shegjeratil khabithe. Sikur fjalla si trungu edhe pema e keqe. O sikur me hangër diçka të mirë vëzër, edhe me hangër diçka të keq. Kjo e ka efektin e vetë. Nëse ti për shembull hall diçka të keq, mjekësia thot u helmue. Ai helmi vëllazër është që e nxjerr trupi vet, ama ti çka këto do të lashe, dalin do njerëz, të hip temperatura, si e mirë, ki mundim, të mirën mend, e kështu me radhë, derisa ta largosh ata. Ka mundsi trupi jot shumë i dopt, do të më intervenue me mjekësi, me barrna e kështu me radhë, për me ta hek helmin. Vetëm kur të hekët helmin ti thu, tash jam mirë. Bile dhe të shkojnë disa ore, disa ditë derisa të vish vetveti. Pse? Se një hamburger e kishna hangë të helmum me nja. Për këtë arsye vëzër, ka shumë gjëra në jetë, nëse i merr njeriu dhe nuk din ku me i neutralizu ato, nuk din ku me i largu ato. Bënë e sa kështu vëzër. Jusufin a.s. kër e kanë gjujnë në bunar, vëzërit e vetë. E kemi përnë vëzër për që ta kuptosh gjendjen emocionale dhe kujdesin hinor për Jusufin a.s. E kanë lënë vetë në bunar, fëmi. Apo njëra prej argumenteve të Zotit për Jusufin a.s. dhe zërë është se zakonisht rastet ndryshme në jetë njerëzit që ka mesin që ashtu të shmendën. Merë ati një fëmi për shembull,
edhe leje 5 vjet, leje dikun. Edhe kur kush mos mi fol. Hupe dikun. Çmendet. S'ka kapacitet, a lip ndim, a lip kujdes. Andaj Allahu ja ka rujt Jusufin alayhi salatu wassalam. Allahu ja ka rujt Jusufin alayhi salatu wassalam. Shtoja kësaj na barrën tjetër që e kanë marrë njerëz pa njofshëm dhe e kanë ble. Pra prej një krize e kanë lanë. Dhe çka më e keqja se këta ja ka bo për shembull njëri dasht. A mund të bëra për shembull nana me lan fëmijën vet, edhe mos me e çrregullon emocionalisht. Pa këtë arsye vëllazër, Allahu subhanahu wa taala thot, ne kemi mirujt, ne jemi kujdes për Jusufin, ne ja kemi dhënë këtë Jusufit. Pse kjo neja vjen se në gjendje normale s'ndodh çashtu. Gjendje normale njeriu vëllazër çmendet. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllazër mirte ajete ngushëlluese për Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa nahnu na'lam. Ne e dim çapo të thojnë. Ne e dim se ata po ta thojnë kështu. Ja dhiku sadruk, po të ngushtohet gjoksi. E ngushllon të shpallja. Po këtë arsye si lipine vëllazër, e sidomos kohën tonë, ku njëra prej argumenteve se njerëzit do të kalojnë në këtë gjendje të ankthit 1/3, vetë se ka filluar me kalun ata, është për shkak numrit shumë njerëzve. Edhe për shkak të se ti për shembull, ta zola kështu. Para se me kanë numri njerëzve që kaç. Ke pasin mahall për shembull, njerëz më pak. Edhe sado që ke marr fjalë trana, leje që ke marr në procedurë më të largët. Që me ke pas janë kon 50 shtëpia, janë kon larg. Ato shumë më rrallë kanë mund mu ka takue, edhe fjalë kanë mrihen më ka dale. Tash për shembull, numri është tuaj, fjalë mirë, para më në njëri vëzër për shembull, i merr 50 mesazhe negative në ditës. 50 njerëz e shajnë për një herë. Ajo presion i madh. Për ditë mundet me marr të njëjta. Po këtë arsye vëzër është tu presioni. Ti për shembull para mendoje te na, 80.000 vete jetojnë në një komunë 3.5 km katror. Dhe kjo vëzër kemi përmend shpesh, kjo do shumë durim. Sepse mundesh me psue problem me shëndetin mendor. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inni uallimuka kalimat. Unë do t'i mësoj ty disa fjalë. Pra fjala vëzër është ilaç për shpirtin, e balancon shpirtin, apo madje tjetër kur e çon njërin te doktori fizik me fjalë çon. Hajde shkojmë te doktori. Shko te doktori apo po shkoj te doktori. Udhëzimet para se me i marr pe doktorit mbarna i merr me fjalë. Sa i njerë me fjalë, thot, dush me pi që ta në që ka qorë, para buke, pas buke. Pra trajtimin njerë bëhet me fjalë, ti e pranon këta, i beson kësajna. Pra dhe ki besim në fjalët edhe udhëzimet e doktorit, pastaj procesi i fundit jetë me i pi hapat. O e procesi i fundit. Andaj, si në shpirtërore, si në mendore, si në fizike, fjala nuk shmangët. Fjala nuk ka mundësi me humb efektin e vetë. Çka i ka thonë vëzër si pjesë e shërimit të shëndetit mendor? Apo ta quajmë se Ibn Abbas s'ka pas probleme me shëndetin mendor. As me shpirtin e qetë që quhen Kur'ani, mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ngrit drejtën e tij apo i ka dhënë imunitet që gjithmonë ta dihet çka po ndodh. I ka thënë ihfazillah yahfazka. Gjëja e parë vëzër që ja ka thënë për shërimit të fjalëve, ka thënë ruaje Allahun, Allahu trun ty. Ruaje Allahun, Allahu trun ty. Që i bie vëzër çfarë? Se pjesa e shërimit dhe mjekësisë së njeriu të është ku? Te veprat e tij. Allahu gjëra nuk e shqetëson njeriu. Ai nuk e çmend. Ai nuk e trullos. Njeri trullosot vet. Njeri u rrugën vet. Apo. Por shembull se njeri vëzër ka u rrugën mahall. E ka u rrugën mahall. Edhe s'e gjen rrugën. Edhe por shembull gjëja pa çka i shkon ndërmend. Çka është nëse nuk ka me shëndet mendor, thotë kjo rrugë s'pas ka shenja. Ktu asni mahall, jo, i thënë ajo. Ku ta shirkun? Ka pas shenja. Ai çka e di rrugën thotë punë që do kaloj 100 herë ditë kur s'hupi. Ama ti ki hup. Që i bie çfarë? Allahu ka vendosur udhëzime, ka vendosur shenja. Ka çu pejgamber. Ka zbrit libra. Ka bërë dietar, ka çu dietar, xhallar, njerëz që e njohin fen Allahu subhanahu wa taala. Mirë po njeriu vëzër gjithmonë kur smunët me e bajt përgjithësinë e veprës së vet e akuzon shenjën. Thotë s'pas shenja. Nuk pas shenja. Ama shenja ka pas. Shenja ka pas. Tani vëzër, ihfazillah yahfazka. Ruaj Allahun, Allahu trun ti. Vëzër çka kanë bën njerëzit? Çka kanë bën njerëzit? Lexoje çka hadithin fjalën e parë. Veç lexoje nga ana tjetër. Lexoje nga ana tjetër. Duke kërku prej Allahut një herë, ai më zbatu pasaj ti.
Që kjo vëzër është ka e kanë andaj njerëzit pësojnë çrregullime. Çka bën njerëzit? Ata e lexojnë kështu. Çka lexojnë? Yahfazuka Allah, ha? Yahfazuka ihfazillah. Trun Allahu, rujeti Allah. A pëqesh a duke vëzër, dy fjalë mi morë veç me andru venin. Ketë problemin e njeriut e ndërlikon shumë. Çështë njeriut e ndërlikon shumë. Pse? Sepse vëzër, nuk lexohen kështu gjërat. Ne e përzim shpesh herë premtimet kuranore, të cilat janë të kushzuara me fetari të caktume. Pastaj kur se në realizojmë këtë fetari, çka thojna? Po ka thonë be Allah në Kur'an, subon, nuk ka thonë çish e ki menuti. Apo, çish i bie dhe zër kjo? Çish i bie kjo? Ardhi njëri te Imam Ahmedi rahimahullahu teala, dhe i tha, o hoq, a thot Allah në Kur'an, lutumni une ju përgjizna? Po. E qiko dhe zër, zakonisht njeri ju, problemin e shë pikana Allahit. Unë i kam lutë, i kam lip. I thot Imam Ahmedi, thot, une shumë po lutna, s'po më përgjigjet. Pra unë kam probleme, s'po zgjidhen. Kam të lashe, nuk po e di ku është alternativa. Kam një varg kërkesa, s'ka arë përgjigja. Pra faji, s'është jemi, ka ona tjetër o faji. Çka i tha Muhamedit? Jo. Ka dalë, nalë. Tha, a i ban ti kitë punë çka i do Allah? Kjo vëzër është shumë në nënësi. Fetaria jote, jo feja. O vëzër që të dalojna se shpesh herë për nga trojna këta. Mu thirë në fe, është mu thirë në hak absolut. Në fe, islam, dini Allahit. Kjo s'ka dyshim se është e përsost. Por këtu njerëz manovrojnë. Thirja jote në fejën e përsost nuk të ban ty të përsost. Ajo çka ti matësh me ta, nuk është islami si hak, po fetaria jote me këtë islam. Kjo du të me dalë zë. Çka i tha pejgamberi sa? Ihfazillah, ruja Allahin, ti ruje fejën e ti. Mos u mirti me atë pjesën e Zotit xhelle xhelalu. Apo shikoj vëzë njerëzit kur flasin për islam. Apo thonë kanë dalë shumë grupe, po s'po kallzojnë vërtetën çish duhet, islami ka po degradojnë këtë rregull. Apo a ekziston kjo po? Mirë po, kjo gajle, kjo e folme, e le njerin ka njëherë dhe mek, unë kitë punë ti kam bo mirë. Vese po ka do problematikat të cilat po e shtremojnë fejen. Fejen kërkur së në kam e shtremu dhe zërë, harroj ata. Qashtë sa mundët dikush me shku me nxiros qilën pak me zi, qashtë mundësh me enzin fejnë e Zotit. Apo, dhe këtë galet i s'dush me pas. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Thotë Allahu gjelë, na e këna zbit Kuranin dhe na e rujmë. Na e këna zbit Kuranin dhe na e rujmë. Me pasmet për neve Kuran dhe zë ish hub. Mirë pa Allahu gjelë gjelalu e rujnë Kuranin e vetë. Tani, kur ne thirmi në fejën e pastër, në fejën e pastër, edhe tash, shiko, ku ndodhë problemit e njërësit? Thotë që kjo fejë e pastër, pse se kanë zirë një ujtë pastër. Kjo parim i shnosh, pse e kanë zirë njëri smut. Që shmurët përshimë u kanë ushim i shnosh, ti i smut. Mësimën i merë në shkollë të mira, ti e i degradum. Ka një problem. Ja problemi o te ushimi, te mësimi, te mësusi, apo dikon, këthejmi të feja. Nëse ti vëzër përshimë lezon Kuran, lezon hadith, nga legjerata, edhe prapsën e mërin nivelin e fetarijet që duhet, mu kanë musliman që duhet. Ta që kemi dy mundësi. Ja problemi o të mësimi, ja të monira e mësimit, ja nuk o hak kjo. Mirë për në këto probleme i kemi sos. O s'ka dyshim që Kurani e hak, o s'ka dyshim që kjo fjallë e Zotit, s'ka dyshim që kjo është shumë e mirë dhe shumë e shëndosh. Ata rjetë problemi ku? Une jasë problemi. Por këta zhjullu dhe shërimi fillon nga përmisimi vetvetes. Andaj, shiko që ka i tha për nga mbena a.s. Ihfadhillaha, jahfadhke. Veprat e tua e përcaktojnë që shke me kanti, a i shëndosh me men, me probleme psikike, a me angst, a me depresion. Veprat e tua. Por shemë dhe zë, nuk ka mundësi njeri me ju përmbajt 5 ko namazit, qysh e ka lip Zoti, duke ju përmbajt abdesit qysh duhet, me fal namazin ko, me fal namazin gjami, apo edhe a i më fund me thamë, por shemë, s'jam mirë. S'ka mundësi kjo dhe zë. Kjo s'jam mirë, o një boshlok këtu. Nuk ka mundësi dhe zë njeri ju me hangër shëndet shumë. Apo, mës me hangër gjërat të se ti bojnë dam. Edhe më fund me thamë, po më dhe mbarku, apo ka probleme. Se pa tjetër është një sebeb që ja ka shkaktuar problemin.
Andaj, shiko dhe zërë, pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha Ibn Abbasit, ruja Allahun, jo ruja për njerin, ti ruje. Ti Allah i së në runë, po këtu ka lezër çfarë? Ruja që ka Allah ka thënë me rujt. Pi farzeve, mos i ban haramat, lexoje Kur'anin, mësoje fejen, ruja ata që ka ti të përket me rujt. Andaj, shërimi fillon duke filluar nga vetvetja. Ti me veten tënde. Kitë bota mundet me të pas problem, shërimi atë ti. Apo, zakonisht njerëz për shembull, këtë çka kanë probleme dunjan, ai nuk kupton se, apo, për shembull, vëllazër, merr kështu. Ka njerëz vujnë për shembull prej mendimit njerëzve. Thotë pse mendojnë për mua kështu? Apo, për shembull, një njeri me menu diçka keq për këtë, i shkakton shtypje. Mu bën ato 10 ala më shumë, mu bën 100 ala më tepër. Po ti s'mundesh me shku 100 veta mi anal gojën. Apo, ti mundesh mi anal çati gojën, ai thotë po, më dëshpia prap kam e folën. Apo, e atëherë vëllazër, a ka mujt pejgamberi alayhi salatu wasallam ju shkuë pagan me shtëpi për shtëpi thonë, mos fol për mua keq. A thashën njerë mos fol për mua keq. Pa i kish me tuneta për dir. Mos fol. Ai tu shku, tamam nalet pak, ai apat fol. Ai pat tuno, a unë që shto njeri mushnosh vëzër? Jo. Çka i tha Allahu xhel xelalu? A'rid anil jahilin. Largoj mor ignorantë, ato ignorantë. Ignorantë. Pro problem, ti e shëron veten ti. Nuk mundesh mi anal gojën aty në. Po ti e shëron vetën duke i kriju bariera fjalëve kur të vinë te ti. Kur të nin një fjalë, dhe ti thu, pikujt ka ardhur kjo piçatina. Ka të kot fol, ignorant është. Dhe e rrezon fjalën me çka? Me injorimin tën. Kur ti e di se kjo fjalë s'ka vlerë, në të vërtetat. Andaj nuk ka mundësi na njerëzve më u shku, ti mos ban kështu ti, jo, s'ka mundësi ashtu. Ti e ruan veten tënde. Ihfazillah yahfazka. Ruaj ti Allahin, pastaj vjen pjesa tjetër. Trun Allahu ti. Ata ti është për shembull se njeriu nuk e ruan namazin. Namazi është ilaç ditor. Rritën i pandalshëm, andaj e ka krahasuar që ka transmetuar Imam Muslimi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë pejgamberi sahabe, ka thënë, çka mendoni për një lum i cili kish me kalue ka dera e shtëpisë juve 5 herë në ditë? A mundet me lan aty ndonjë mbeturin? Thonë, jo Rasulullah. Bana sa ti për shembull me të kalu një lum 5 herë në ditë ujë me të kapërcije, ka shtëpia. A mundet me thonë dikush, me thonë kështu dikush, 5 herë në ditë e laj oborrin me ujë edhe prap ka mbeturina. S'ka mundsi. 5 herë në ditë. A mundesh ti me la dham 5 herë në ditë edhe prap mi ardhe era? S'ka mundsi. E tani, kur ti e largohesh pik ti uji, pi namazit dytor, apo para mendo sa i jep ti mundsi mbeturinave me të njëje. I jep mbeturinave. Frikë e madhe që ka mendohet, s'ki kontakt me Zotin. S'ki kontakt me gajbin, apo gajbin vëllezër. Kur ti nuk e shpjegon me Kur'an, kush vjen e plotson ky me konspiracione? Patjetër është. Jo rastisht vëllezër, shiko, pse ju vjen njerëzve interesant konspiracionet? Po vesh ka tha, 2078-ën, goj. Pse? Se ka hin gajb. Allahu xhala çfarë thot për besimtarët për gajbin? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata që besojnë gajb, o nuk e dina be nesër çka ka menduar. Apo, ama shkotin gjajtore këshirë e thot, nesër, unë s'ta baje sa për 20 vetë këtë e di. Allah thot, wala te diri, a i nefsi nuk e di as nesër që ka mendu. Apo, mirë po, dikush thot, e pse o gjo, pse konspiracijat po hecin? Sepse teoria konspirative dhe zër, është tentativ për ta dëshifru nesër mën. Atë kretarin kanë me morë, kanë me shtin kërë, edhe normal, ajo një shumë interesanta, film i ri. Zdodh mirë, e bojmë një analizë tjetër. E bojmë një analizë tjetër. Po ka vakt, në shkena të bo. Për ditë bojmë analiza. Mirë vëzër, a kuptoni për shembull pse ju jepet hapësirë publike njerëzve të të kallzojnë për Allah? Sepse ty ta mbush këtë kaptinën tjetër të gajbit. Apo, shiko vëzër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili shpallja për Zotin i ka zbrit. Allahu xha i cili e drejton universin. Gjenjetin hadith për nga mberit a.s. me të kalëzuti kështu. Edhe shenjet e kiamet e vëzër janë të përgjithshme. Apo, as se di vaktin kur, as kohën, as nuk e di. Ka kalëzu, ka marrë dëgjalli po. O dërsa të vene dëgjalli, ka shenja. Ama vakti, kalendari, s'ka mundësi. Pse i gjeni ju përshimu tani? E shati përshimu i thojnë këtëre youtubera, influencera. Dhe me njërë që kanë dikim. Kush jo mundëson këtë dhe me vazhë? Pse ti është e përshimu një totalisht shment,
Ja mundsojnë për shembull njerëzit i ka 1 milion shikimi. Apo, ai kallzon për shembull pin sabat në akşam. U çova, u vesha, tash pe veshi që këtë jakne, jo së më rrika, bën një tjetër. Pse o mundsojnë të lezër? Për me ta mbush tije me kotësi atë çka do të me ta mbush shpallja. A kupton? Sa e ngon ti një ders, e pastaj ai dersi kërkon moral, ai dersi kërkon mu fal, ai dersi kërkon fetari. E këshiri këtë youtuberin, knasha, kazo palavra, kështi me kesh. Pse? Kalojmë në kotësi. Këso i thënë el abethije, me kalu në kotësi. Jeta e kot. Apo, andaj të e gjenë për shemë, se si mundohë pastaj me imitu. Kur gjanë s'ka rasi, dhe zë. Gjithë shka është për të mbuluhe. Si konspiracionet, si influencerat, si youtuberat, kote, vipat, big brotherat. Ketë janë që kjo. Pse kanë kriju, dhe zë? Kusht jebe ti 200.000 euro, me dvesh, me dhanë me angër, me pi, rriti ati, edhe në fund, për shemë, pi u dhe se merë njerin, e linë në gjinë, edhe shtash, opinion, 1 vit shkon, apo a i rreja të 4 muj, mas 1 vjetve, ki ka menime. Ku i morë menime, dhe dhe? Kusht kalzoj që ti ki menim? Mi po kjo vëzë nuk bëhet këtë. Kjo është agend. Agenda cilë është që të thyhet monotonia e njeriut me kotësia dhe të mbushët ky boshllëk. Se njeri vëzë ka boshllëk, ka pyetje. E ti sa menon për pyetje, të cilat përgjigjen në fund çojnë te Allahi, ma mirë luj që tu këshir që si YouTube, këshir knaqë që do, hupe vaktin. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala vëzër kërkom për njeriu që ta menaxhon fetarin e vetë. Mos e kiti galen e islamit, ki e galen e islamit tanë. Ka dallim. Shumë për njerëzve jamojnë gatin islamit. Mastrodhët vetë babakia s'kan mu falë. Qa ki be vëllati me mastrodhët vjetëve? Ti falu sot për ty është obligim me kryt e tyrat e sotit. Qka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Ihfadhillah yahfazuk. Ruaj Allahun, Allahu të ruan tyje. Tjetra dhe zërë. Për shembull, ruaj Allahun, Allahu të ruan tyje. Merë për shembull me veprat e adhurimit bazë, që ka i kemi, pa polemik. Merë për shembull namazin. Pas herëndit dhe zërë, pas herëndit, e ndërpret ciklin e mendimeve negative. Pas herë. Apo, andaj për shembull dhe zërë, para menon një njeri, për shembull, nuk ka antihelm, antivirus. A vazhdimisht tentativat e virusit janë me hije. Para menon dhe zërë, mjeti, si mjet, sistemi, ka programin e vetë dhe atë që ka e mbron. Shumë të ki për shembull sistem i cili punon për shembull aeroport, tren, vetura, ka edhe sistemin mbrojtës. Se sistem, se ti mund të me i aty, me i problem. Shumë të ki telefonin tanë, po ka kjo mbrojtje. Ka mbrojtje, e fut ti akontin tanë, e-mailin tanë, pasportin tanë. Pse? Këto janë mbrojtje, një pas një. Ajo vazhdimisht ta konfirmon, a jeti. Pse bëhet që kjo? Që mos të më kujtohet pas me një telefon tanë. A kuptove zë? Sikur që tenton dikush me një telefon tanë, dikush që të këshirë me një në shpirtin tanë, mendjen tanë edhe ta të lovit atje. Me hyrën në namaz dhe zër, ti vazhdimisht i konfirmon këto mbrojtjet. Vazhdimisht pasportat e njëjtit i konfirmon, ku dhe sigurohesh dhe zër. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë namazin mbrojtje. Inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Namazin dalon për moralitetit, edhe mendimit të moralitetit. Apo, a mundet një njëri vëzër më janis më falë namaz, por shumë për supozojna ka probleme me epshin. Vazhdimisht i shkon me ndër muzik, zina, bijos, e kështë më ratë. Edhe fillon më falë. A mundet dy rëqatët e para mi ardhë mendimet? Mundet. 2 ditat, ja, 3-tat, ditën e 4-t, 5-t, 6 mujt dit pa nalë të u falë, 1 vjet pa u nalë, 5 vjet namaz në regull pa u nalë, fillon kjo shtypja e epsheve mu zvogluhe. Sepse ti vazhdimisht futesh në mbrojtje, në zonë mbrojtjes, dhe fillon distanca mu va shumë e largët mes kujna, mes teje dhe gjunajt. Për këta si jo dhe zërë, sa ma i mbrojtër, na nuk du të mingajt virusat. Doktor thënë, rujet imunitetin tanë. A i virusi që ti të ka përcel? A, ti të ka përceje. Ti është e përshimë gjunajt që ti të ka përcel. Që ti të ka përcel, po ti e i mbrojtër. Allahu gjitha thëtë në Kur'an, kullil mu'minine jaguddune min absarihim. Thuaj besimtarit i ulin shikimet. Ti nuk mund është mi shku këtë gratë mi mluë. Apo? A e keni po zakonisht për shumë njërës që kanë problem me ulin e shikimit. Tho shka po deshen veç që ka të shumë. Ka dhe një verzion tjetër. Pse bese ula shikimin. Zakonisht njerëzit e cilët nuk e fajsojnë vetë vetën, zakonisht e fajsojnë ata. Na nuk kena ta amnistua shka është vesh. Ama ti zakonisht kur thu për shembull, po shka janë deshve që ka të shumë,
kini problem ti, se ne ki ullë shikimin. Problemi pse janë zhvesh që ka shumë o problem i kaderit. Që kesh është një jetojna. Sun të bojna bena ti e në kone Omerit. Ty jeton që tu, që me bona dash? E Allahu që farë thot, regullohet i fetarin tane së bandama jo. Që do të shumë, hapë vënd të hadithit. Regullohet i fetarin tane. Mirë vëzër, nëse janë për shemull 100 gradë zhveshta, apo 100 gradë rënë me rënë, edhe ti e ma vazhdimish kokën ullët, edhe ato sosën, cële ma e letë, mu përla me të 100 ato, vesh në be marë jo koftë, kjo anë i verzion. Ato mësa ne të ta këthejnë, mësa me ta këthi gradë problema. Se ku të folin një 10, 20, 30, ta morin mena, po. Mësa ne pak tu përla, pak tu i këshirë, pak tu lakmue, valla s'ka ki bash edhe shumë zhveshta, se nuk kanë edhe hinti qëtër dozmo. Që shu kanë ma letë vëzër? Kullil mu'minina yaghuduna min absarihim. Ule me shikimin, ule shikimin. Mësa ne se di, a ka e veshta e zhvesht? Pse? Se te zbatova që ka të kërkohet tyje, jo që ka i kërkohet atënve. Na të umorë që ajo duhet, që su vesh mëre, e ti qfar e prish vetë vetën, e që regullon vetë vetën. Andë dhe zërë, shumë brejgjërëve janë në këtë formë. Në vend që ne ta akuzojmë fetarien tonë, ne akuzojmë fetarin e tjetrit. Apo, sepse ti ki di fetarin tane, e fetarin e asoj shka është vesh. Qële ama letë? Shumë dalalet o gjo. Apo, zban njerëzi këto. O në regull, te o bane dhe. Ti shka bane? Ato këtë tamam. A ti? Pa këta syje, ihfadhillah jahfadhke. Ruje ti Allah në Allah të trunë tije. Vallaj me ullqikimin Allah të trunë. Apo, një njëri vëzër për shembull, një njëri për shembull, i cili nuk e ruan fetarinë e vet duke mos shiku gratë huja. Param, pe mora shembull. Apo, e një njëri i cili për shembull i shikon. Cili e ka shëndetin më të shnosh mendor. Edhe po e supozojna dy njerëz, dy musliman. Njani, tu dit kanë qëllu para grave zhveshta. Njani ka ullë shikimin, edhe kur gjasë është ndikua. Ky tjetri e ka shlu shikimin. Edhe ky vazhdimisht bërtet e klithe, devijime, degradime, zhveshje, kësë më radhë. A ja shnosh kjo problemin? Jo, veç anë zitë, ala ma keq, i bëhat problem. Apo, mësanena e ka problem, thot, po ku qkoj edhe atje zhveshta, edhe atje, ky tjetri është maj qetë. Qka thot? Unë që kam së të probleme, valla. është pe ullë shikim, kri mua beti. Apo, për shembull vëzër, për shembull, nëse shefi ti le parët në tavolinë, e thot, ruj mos i prak. Vjen mas 3 ditëve i merr njani, ja jep ti. Apo ti le 5.000 euro, 10.000 euro. E tash për shembull, para më në farshëcimi ka i devotshmi, edhe ai ka so i devotshëm. I devotshmi çka thot, çoti le, po çoti në fjoki ka, ja le shefin 100.000 euro, thot, janë çetër kujna, vjen i marraj. Se provokon hiç, pse se këto janë të mia, janë amanet. Ai i cili ka problem se kujt kam ia dhon, pse më ia dhon për ditë, gabim ai që i kalon këtu, këshir merr, do t'i morë. Ai që ka problem me menaxhimin e shëndetit vet, me imanin e vet, me shpirtin e xhet, e provokojnë ato. Apo, edhe në fund nëse ky i merr ato, si ka fajet ky? Zakonisht ka thot, pse i laj këto? A e keni dëgjuar ju dyshimin e ateistëve kur thonë, e çish mundet Zoti më ndalu do gjëra ku veti ka krijuar? Apo, ai vetë ka kriju derën, më zani thot mos e ha. Apo, po vetë ja le fëmijës tan, parët e du mos e brak. Sa është me thonë ai për shembull, po shka e krijove, po ti pse e lave këtu? Po ç'a duhet ti me? Apo, a mund për shembull ti me lan çelësat e kerrën në shtëpi? Edhe me për shembull djali ka argument me thonë, po i lave çelësat unë i mora. Po jo mos i merr. Dhe ti s'ki drejt me vet mua pse i kam lanë çelësat këtu? Se mua më duhet kerrë ti s'duhet. Mua më duan para ti jo. A kena drejt vëzër na me vet Allah pse ke kriju çeta? Pse ke kriju rakinë dhe në fund na ke thonë mos me të stutije. Me të stutije. Që me dalë njëri mirë, edhe një me dalë njëri keq. Ja, arsye, njëra për arsye. E shumë arsye të tjera. Për këtë arsye, ihfadhillah yahfazka, ruaj Allahun xhel xelaluhu, ai të ruan tyje. Merra për shembull agjërimin, që tash jemi në prag të agjërimit. Allahu na mëson ya rabbul alamin. Për shembull, njëri për shembull i cili është agjëruar. Çka do të thonë ruaj Allahun, Allahu të ruan tyje. Njëri është agjëruar. Edhe në Ramazan. Kjo mundet më kuptu më mirë në Ramazan, se na file nuk mundet më kuptu shumë. Jemi të agjëru krejt. Apo, edhe e kemi një njëri sa të agjëruar. Sa të agjëruar. A ka mundësi vëzër, ai që ka agjëron, me thonë, sëm po dalë në pazar, se si po janë një erën që bapave o mbishit, po tranon a ketë. Ja, ai që ka është agjëru, që ka thotë, ja, më mu s'kam kur far problemi. Pse o vëzër? Se ka një jetë të pastër për me agjëruar. E di, ai ven dakiki për me hangër. Andaj, shiko, në vend se ti mi thonë,
atina shka shet ditën. A lejot me shit ditën ushqim, ajo shka s'ha gjatë ditës. A lejot, kjo është pjesë juridike, nuk jena të folë për këta, mirë po shkurtimisht. Muslimani lejot me punu ditën me ushqim, i cili ushqim ka mu hangër mas iftarit. A nësa i ushqim hat aty për aty, s'lejot me shit. Qoftaj besimtar, qoftaj pa besimtar shka e blenë. Mirë. A mujnë na tash për shemë e thanë, si doni me agjuru, shemë, një portret qështu, se do qështu janë. Thotë si doni unë me agjuru, më shelë një kitë duqanët. Ja, si ta qele duqanët, thotë unë së agjëroj. Si të ma qitë një bukën për para, apo? E tash për shemë ti e ki grujen të marue ushqimin, për iftar. E tash për shemë ti blindo ma dhomën më stumije mu e era, se unë e prishi agjërimin. A që si feje, a që shtu ma dhe feja? E keni pa të thotë, hekni ju këtë gratë pa mluë, si doni mësme pozinovane. Po i me mirë ti ka kria. A jeti mirë shkej të kërkue. Nasun ti hekna ti këtë gratë shplume, po ti ma e vetën. Që kjo raporti shka e lipë zotë i matë të vare kjo e tjela. Na nuk mujna me ti mshel ti kitë restoranët, po ti e ban një jetin ma gjuru dhe së provokojnë heq ato. E ki posa ti eshtë në lezër? Për këtë asyje i laqët të une dhe të ti, të vetja. Jo të haj, jo të haj. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, thotë për nga meri sallallahu alaihi sallam, ihfadhillah ihfadhke. Agjërimi lezër ta runë vetë kontrolin. Apo, ta runë vetë kontrolin. E kur ti ki vetë kontrol, nuk ka problem. Pse për shemull ata i kanë hapa, po janë të hangër. Atë provokon ti, për shemull e ki një kolekti atë agjëru, a i so musliman ose sot të agjëru e, qëfar të kofë, edhe ti me thonë, ma o mësë hapara mu se më këpu të ketë. Jo, me zakonisht agjëru si qka dojnë, agjëru si të vërtet. Po ave se hiq, asë shenë s'ma le bile. Bile ndin krenari që edhe ushimin e ka për para, edhe nuk provokot. Elhamdulillah. Apo, me sa shmim se kështë e prish. Hiq. Mi thonë dikur, 1 milion euro, se prishim e kur se prishim. Për këta zhjo dhe zërë, në vend se netë përplasemi me botën e kaderit, pse ki penzir mishin, pse ki peqe restoranin, pse kjo po zhveshët, regullojë ti vetën tane. Regullojë ti vetën tane. Tjetra dhe zërë, i ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ihfadhillaha te gjidhu të gjahëk. Ruje Allahun e gjenë për para vetës sahar. E gjenë për para vetës sahar. Shiko dhe zërë, prap ka njës për kafetaria jote. Nuk ka thonë njerë kështu, Allah i në ki sahar për para t'i veç ruje. Jo, ka thonë ruje Allahun, sahar e ki me veti, sahar e ki për para. Nëse ti ki raport me Zotin të mirë vazhdimisht, edhe kur je rahat, edhe kur ki pasuri, edhe kur ki shëndet, edhe kur je rahat, pa tjetër se gjendja jote ka me dalu kur t'jesht vërshirësi, e që ti vazhdimisht ki pas raport mirë me Allahun Gjelle Gjelalu. Ama i ki pas disa njerës për shemull e harrojnë Allahun të njetën, e mësanena për shemull i des baba, nana, vjen gjami s'di, as ku mu hunq, as di qish mu vesh, i këshirin, pse? Ka pas e se ka zonë kjo. Apo? Ose për shemull s'ka lidhje me Zot, kurs nuk falet, kur nuk agjeron, kur nuk jep zeqat, kur nuk bandoa, kurs jet s'ka fetari, s'ka islam, edhe dridhët aeroplani. Ama edhe me menti dridhën ati ma. Shpirti shkon pin tokë, i ven nalë prap 11.000 kilometra, poshtë e nalë. Ama i cili o besitar që ka thot, ndër të Allahit. Ndër të Allahit. Që ka shkujtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë asilë dhe shkaj ka thonë, ruja Allahum, se herë gjenë për para. Sepse ti e di se a i cili i ka caktu kitë gjërat për me ndodhë këtë univers, është Rabbul Alemini. A shërë është me veti. A mund në përshimu dhe zërë. Shko. Në shumë prej rasteve, ne klithim ku është Allahu, pse se reagon. Ama nuk themi na për shembull, pse s'kan reagu besimtarët. Sa shpesh njerëz të gjejnë për shembull, pse Allah i sinimon muslimanëve në Gaza, Allah i nimof ja Rabbul Alamin. Ama për shembull na kena me veç me dua. Ama na nuk thojnë, po pse s'pini mol musliman në Gazës? Pse musliman s'kanë mri që si fetarie që mi unimu vlazni vet, para se më klithë e më anku, pse Allah s'pi ndihmon? Sepse na me këtë retorik vëzër, pënxerim keq në mendet e njerëzve Allahun Gjelle Gjelalu. Që është për reagon 70.000 vete janë vëra, gjitha të fëmijë janë vëra s'për reagon. Ama asë njënë këthot, e ku janë ata që ka du të minimu muslimanve? Po këta të në vend që ta akuzojmë ne, se së në përna del ndihmë Allahu, ta shojmë na kur janë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Zotë jonë të bareke wa ta'ala, in të nësurullahe, insurkum. Nëse e nimoni Allahin, edhe Allah ju nimoni juve. Nëse e nimoni Allahun, edhe Allah ju nimoni juve. Ama ne e hekna një pjesë fjallijës, edhe Allah ju nimoni juve. Kjo tjetra? Ku anë kjo? Ku është kjo? E ju të nimoni Allah.
Po këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ruaj Allahun, Allahu të rëntue. Pastaj ç'i tha? Idha sa'alta fas'alillah. Idha sa'alta fas'alillah. Kur të pyetësh, kur të lëposh, kur të kërkosh, kërko prej Allahut. Kërko prej Allahu xhelle xhelalu. Po këtë arsye të shiko, ai i cili lidhet me Zotin e vet xhelle xhelalu, është vështirë me gjet ankthi dhe stresi der kaj. As dritare, as kapixhik, as vrim, as kurrë. Sepse lidhen e ka me Zotin e madh xhelle xhelalu. Lidhen e ka me Allahun subhanahu wa taala. Ai gjëja e parë që i kujtohet kur lip diçka, i lip Allahu subhanahu wa taala. I drejtohet atina. Nuk ka raport më të mirë për robën se sa më u drejtoi Zotit madh te bareke ve teala. Për këtë arsye vëzër vjen edhe agjërimi. Agjërimi vjen me të pastrupi mrena. Agjërimi vjen sikur që përmendëm xhumë, që Allahu ta kishte vetëm dëshmitar. Ti veç me atina. Nëse dikush të kishim në qafë me thanë, hiç sa të më mor menja që i tu ninue, si të agjëruti, e ki prish para disa hadve. A ki dëshmi me a dëshmu? A ki dëshmi? Kyre me thonë dikush, a mune ha që këtë buk, a mune ha, së ne ha, mune ha, mësë ne ha, bereve ka, që dëshmi që e ha. Ama, a ki dëshmi që s'ki angër? Kja ma ranë. E kur s'ki ti dëshmi për agjërimin tanë, me provë, që dëshmon? Ti thu përshime dhe, po, jam quven si fer veti qpijes. Po, ma thot, ti mësane ki angër, kanë tejt ki angër buk. S'ki me qka e dëshmon, o dhezër. Qka jetë dëshmija e vetëme. Qka thua? Fallahu shahid. Allahu e dëshmitar. Fallahu shahid. I thonë të Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa kafa billahi shahida. Ata i thonin ti si e pejgamber, nuk i e pejgamber. Çuçi që thonë të Allahu subhanahu wa ta'ala, mjafton Zoti që e di ai se ti e pejgamber. E di be Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo që thonë thot Aisha radhiyallahu anha, kur hadithi gjatë në Sahih Buhari, kur e kanë akuzuar Aishën se ka bëu zina, runa Zot. Apo çuçi ka ngushëllu vetër Aisha, thot ku mkajt çat shumë, saqë mos kisha lot me nxerr, pi dhimbtës. Apo ajo vëzëri ka pas dy dhimbta. Dhimbta që e kanë akuzuar si gruaje pejgamberit sa që ka bëu zina. Era nova vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo rasish Ali radhiyallahu anhu, ja Rasulullah, po shkurorëzoj edhe liroj ose tashna, ai nuk e ka pas për qëllim me ranu Aishën, po sa mirë mina tashme atë, liroju ti se ti e pejgamber, po ta harruj me autoritetin tanë. Ajo e kishtë njerë këtë gale, e dyta dhe vetë për vetin e vetë, se më akuzu që i kam bozina, duke qenë pasërtia më e madhe në botë. Me qka e ka ngushlu vetë vetën? Ka thonë, më vike nana dhe baba, edhe më folshin. Edhe më fund, thotë, unë nuk mbeta me asë një dëshmitar që jam e pasër, përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Për të cilin shpresoja se Allahu xhelle xhelalu kam ja shpall, jo Kur'an, po kam i kallëzue pejgamberit vetë se jam e pastër. Thotë se kam ditë që kam zbrit Allahu xhela shpallje. Për këtë asil dhe zër, vjen agjërimi për çfarë? Për të na e bërë që këtë rregull, idha sa'alta fas'alillah. Nëse lip i Allahit, mos lip i njerëzve. Mos li thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ti i pavarur atë sa nuk lip i njerëzve. Omar Khattabi i ra bastuni pindeve. Par mund që para mundër krijetari muslimanëve, krijetari i 4 khulefave, 12 vjet krijetari ma i shtrimin në historinë e muslimanëve, pi khulefave dhe rashidin. I bje bastuni, a mund që para mund sa ushtari, sa guvernatori, sa ministri kanë ngajt, t'janë ngajt e bastunin o dhe zë. Po edhe na mu paskon këshmi ngajt, Omerit t'janë ngajt e bastunin. Pa mos e prek vezrip e marë, vetë ullë e marë. Pse o dhe zër? Pse? E kanë pyjtë, po pse po zrip? Ja, ka ta. Sepse neve në ka porosit për nga mërë a.s. Mos të lip një pikërkujna, heq pikërkujna, që të arush pavarësien, që t'jesh veç robi Allahu subhanahu. Jo kjo me ushi ego, po kjo me ushi fukarallëk të Allah, me lip i Zotit madhë gjele gjelalu. Mu mësu njeri jo për qemull, se kjo banë në faraonizëm. Një ditë për ditëve kanë pa më në Khattabin duke i majt do thesa bukve, apo edhe i ka thonë, o prisi musliman, po mos i bajbe se na ti bajna. Jo, ka thonë, s'pëdumi mi baj. Ka thonë se më shkoj menja pak se jam i madhë, ta uli pak. O, këtë po më thojnë e mirë mu'minin, prisi muslimanve, e kështë mëra. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Ka thonë ku të kërkosh,
kërko prej Allahu subhanahu wa taala, dhe kur kërkosh ndihmë, kërko prej tij. Kur kërkosh ndihmë, kërko prej tij. Cili është dallimi mes lutjes edhe kërkimit ndihmës? Edhe pse njëra përfshin tjetrën, mirë po njëra më e veçantë se tjetra. Idha se elte është domethënë pak më e përgjithshme. Për shembull, Allah më jep shnet, më jep udhëzim, më jep të mira, apo është pak më e përgjithshme. Fa idha sta'anta, e kur kërkosh ndihmë pra konkrete, kini telashe konkrete, edhe thu o Allah, nimom që tu, o Allah, nimom që këtë punë konkrete. Të stajin, sikur që na thojna, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ne vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmën e kërkojmë. Pra konkret. Pastaj ka thënë: wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay. E këtu fillon vëzër shërimi me fjalë. Shërimi i fjalës, mjekësia e fjalës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i drua Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i thot kështu: dije vëzër, kjo fjalë të më shkon mene në shpirt dhe mu mbledh, ka thënë dije se i gjithë ummeti. Tani vëzër, po e çmonton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas një hyrje të përgjithshme, po e çmonton çdo ankth dhe stres dhe depresion dhe pejarun shëndetin dhe shpirtin e qetë Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, dhe krejt atyre që e komunikojnë këtë hadith dhe e mësojnë këtë hadith dhe zbatojnë këtë hadith. Tani konkret. Apo, njeriu vëzër, dy gjëra i ka bazë jetën e vet. Mbi çto dy orbita jeton ai. Cilat janë ato vëzër? Arritja e levërdive dhe shmangja e dëmeve. Ç'kjo është këtë jeta? Merreni lëvizjet një njerit, edhe këshyren pindron. Edhe këshyria çdo lëvizje që ka ban. Pisi çohet pi gjumit derisa të bjerë përzdyti. Çohet pi gjumit bie përzdyti. Merja këtë veprat, edhe këshyria çdo lëvizje që ka e ban. E sheh, një hap është për levërdinë e tij, një hap ruhet. Një hap për levërdinë e tij, një hap ruhet. Njeriu vëllazër, ose do me fitu diçka, ose do mos me hub diçka. Domthon, ose levërdi, ose mos mu dëmtohe. Këtë feja që ka, dhe ka thënë Iz ibn Abdus Salam, këtë feja është të fitosh e mos të hupsh. Andaj ti e gjenë Allahu subhanahu wa taala për xhenetli që ka thot, ulaike humul faizun, që to kanë fituar. Edhe për të tjerë thot, kanë humbur. Laqad khasira, ata kanë humbur. Ulaike humul khasirun, këta janë të humburit. Pra levërdia e njeriu dhe humbja janë dy boshë të sa të hes njeri. Apo daj ti për shembull merre me parë, s'ta kuptosh më mirë. Ti ke qef me pas parë dhe mos mi dimor kërkush. Andaj stresi më i madh i pasanikeve, cila investim në mbrojtje. Ishte në bank. Përpara e kanë sina për qilima, e kanë msheja që mos t'i deri kërkush, e ka çel tokën, pse ka kriju njëri ark, thesar, që ta mloje, mos t'ia shohë kërkush. Apo, pse njëri ka pasport? Pse kartela ka, apo, gjithë ato konfirmime, ti e ruan pasurinë tonë. Andaj, levërdia është ta mirësh, edhe mos dami është mos të të vene. Që këtë probleme ka shëru pejgamberi alayhis salam me fjalën Ibn Abbasit, e cila fjalë do të me kalu në bindje, e pastaj kjo bindje e bën të bllokuar vezvesën dhe shqetësimin dhe ankthin deri tek njeriu. Çfarë i ka thënë vëzër? I ka thënë, o Ibn Abbas, o djalë, ka thënë kështu: dije. E kjo ilmi vëzër nuk është vetëm një dhënë e cila kalon. Po ilmi vëzër, ilmi. A dallon për shembull me ditë që vjen Ramazani, edhe me ditë që do të më agjëron Ramazan. Dallon. Edhe ata që kasninojnë, e dinë se tash ka marr Ramazani. E dinë ato thonë, ka marr Ramazani për musliman. Cili dallimi mes muslimanit dhe atij i cili e prit Ramazanin vetë si kalendar? Ti thu unë kam uçun si fer për çdo nat, kam iftar për çdo nat, kam taravi, kam namaz, kam Kur'an, kam vepra të mira. Ai çka thot? Ka ardh data. Dallon data. Ai edhe si e dhanë ditë që është Ramazan. Ama ti e ki tjetër të dhanë, ti e ki e dhanë e cila do të më shoqëru me vepër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dije se i tër ummeti sikur të mbli dhe shin. Tani vëzër, po jetojmë në kohën e internetit, madje edhe kohës inteligjencës artificiale, dhe secili prej neve mundet ta portretizon një diçka që ka donë me pa ma qartë. Apo, kohën e YouTube-ës, kohën e emocioneve, kështu me radhë, madje kohën e portretizimit gjërave në mënyrë figurative edhe të portreteve gjalla, për kuptimin e lëvizjes. Apo, tani vëzër, portretizoj këtë hadith të pejgamberit alayhis salam për shërimin e shqetësimit dhe ankthit. Çfarë thot? Wa'lam
Enne l'ummete lo ijtemaat ala en jenfa'uke bishej. Kret ummeti mu mbledh bashk, janë bot dakord por mu qu me të ndihmu tyje me një diçka të vogël. Por të gjëzoj kështu vëzër, janë mbledh 2 miliard njerëz, po dojnë me të apru një gotë ujë, komplet, 2 miliard janë mbledh, tja qoj bujnë që tina. Ja? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, lem yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. S'kan mundësi me ta sjellat dobi pos nëse Allahu ta ka shkruajt. Ha. Vëzër, bana e sa kështu 2 miliard njerëz janë ti mbajt në amanet. Si cili, për shembull, ti kanë dhënë 1.000 euro, thot çoja filanit, ky çetri thot çoja filanit. 2 miliard njerëz ato çarkullua ajo. Ato me kanë me preziditetin më të madh, majet tim mos haro Atina, nëse Allah e ka shkruajt ti mos më morr, gjithçka patjetër do të më ndodh, ajo mos më të ardh. Apo, edhe nëse ato 2 miliard njerëz e kanë mbart për me ta prutije. Kur e di vëzë njeriu që ta, a shqetësohet për rrezikun? A shqetësohet për rrezikun? Jo vëzë, sepse ajo çka ti kimë marr, kimë marr. Ajo çka kimë marr, ti kimë marr. Për këtë arsye vëzë ti e gjen për shembull plot për njerëzve. Sa ndodhi një jetë, çka na i quajmë rast, a keni pa njerëz thot, rastësisht e takova një njeri, mbat s'ka me rastësisht. Rastësisht ka qenë për ti në kader është shkryt me të një muë. Në kader a konë shkryt me të dhonë ti për shumë një udhëzim për me te kalu një situatë. Rastësisht a kipa dhët, elhamdulillah su vanu ndihma e shpejt. Për me pas me dekri që vanu e ndihma e shpejt. Gjdo sëmë vëzërush me kaderin Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këta si ju që ka tha? Tha nëse krejt bëhën bashk, krejt janë bëhën bashk me të një muë. Apo, ma ne e sa kështë të dhe. Apo, nëse na për shemë mbledh me 10 veta, 20 veta, 50 veta të meqëm, doktora, inxinjera, profesionista, hoxalar, dietar, hafëzlar, edhe na i bin një njëri qment. Apo, i thojnë hoxës ti folli, i thojnë hafëzit ti frinje, i thojnë doktorit ti matja temperaturën, këshirja trupin e ka në regull, ti inxinjeri thojnë këshirja ti a në regull konstruksioni, e me quen doktorë me thonë fund, ketin i mlidh bashk, në zërën e këtë njëri taman, banet meqëm. A punën mi a dal, lem jem fa'u ke bishej. Apo, një pasot për shemë jemi në kohën e qatit, njëri komunikon me qatin, apo. Qatit dhe zërin një mon njëzve të meqëm me përfitu shumë, ama budalën të meqëm se në banë. E budalën të meqëm se në banë. Provoje, që dush provoje. Por shemë thuj, shkruja vete qatit, thuj. Supozon por shemë thuj, unë jam doktor. Një mon më konë doktor. Apo, a i kam i bo një 3-4 piti këmi thonë, shka i të thonë. E kam Mona kam i t'i bo disa piti me thonë, po që ti, apo do më bo doktor. Apo për shemull, qka të du shtuja tina? Nuk mundet me të bo. O dhe zë, as kush s'mundet me të ashtu ti 1 gram pi asaj shka Allahu s'do me të ashtu. Edhe nëse mirën kitë sebebët. Edhe nëse mirën kitë sebebët. Andaj që ka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, illa bi shay'in qad kadabahu Allahu lak. Çajo që ka ardhur ta ka shkruajtur Allahu subhanahu wa taala. Çajo ka me të ardhur. Kjo vëzë pjesa e levërdive. Pjesa e levërdive. Pse e ka paraprit vëzër levërdin para damit? Se në dunja ka më shumë dobi se dam. Në dunja ka më shumë dobi se dam. Çfarë i bie çfarë vëzër? Më shumë njerëz ka të shnosh se të smut. Më shumë ka njerëz të cilët janë të mençur se sa të shmendur. Më shumë njerëz ka të cilët kanë parë se sa s'kan. Domthon, shumica e njerëzve kanë më hangër buk, një pakicë s'ka më hangër. Që i bie çfarë? Levërdit në dunja Allah i ka shlu më shumë se sa damët. Ti nëse shkon në spital thu këtë shkupi kanë në smut, ama jo, dilpi atje është që më shumë ka jashtë. Më shumë ka jashtë. Gjithmonë e mira e mund të keqen. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, Allahu subhanahu wa taala e ka shkruajtur në arshin e tina, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmeti jam e ka mujt hidrimin tëm. Rahmeti Allahut është më i madh. Mëshira e Zotit është më e madhe se hidrimi i Zotit. Andaj tek njerëzit vëllezër gjithmonë ka më shumë levërdi se sa dame. Nëse e morë vëllezër njeriu jetën 60 vjet. Edhe pse ka ai shqetësime shumë, ama nëse ja merr ditët, ai më shumë ka pas se sa s'ka pas. Më shumë o tut se sa i ka ndodh. Ai më shumë atut se sa i ka ndodh. Andaj kim pa plot për pleqve kur pyetën për shembull. Na i pyesim, "Çka ki kalu çto 80 vet?" O thot më pas kallzu dikush për fillim mos ta kisha pas gajle. Kët punë tu soson. Ç'kjo vëzë është mesazhi i ç'kjo është?
Nuk mundet kur gjo me ndodh pa izin Allahu. Gajlat mit, ama nuk ndodh ajo çka nuk e ka shkruajtur Allahu subhanahu wa taala. Andaj ka paraprit levërdin para damit. Pastaj çfarë ka thënë? Pastaj ka thënë wala istama'u ala an yadurruka bi shay. E nëse mlidhen këtë komplet, këtë umeti bashkë, dojnë me të bëjë dam diçka. Andaj dhe shumica e kriminalëve dhe zullumçarëve asnjëherë në agjendën dhe planin e tyre nuk e fusin Allahu subhanahu wa taala. Supozoje 5 veta janë bo gati mi bo dam një njerit me vedh, me plaçkit, me i dëmtuar. Kriminali kur nuk është në sap Allahu xhelala. Por çmë më thon kështu, e me bo me rujt Allahut, nuk ishte këtë sap. Andaj ti e gjenë se kriminalet, edhe në historinë e pejgamberit alayhis salam, kur kanë dashur me vra, kur kanë dashur me ekzekutu, kur kanë dashur me likvidu, kur kanë dashur me dobu, krejt që kanë dashur me bëhe, ato veç nisa nuk e kanë futur sop. Këti kanë bëu agjendën. 200 deve i kanë dhënë kush e vret. A mund para mëno vëzër, por shembull njerëzve, por shembull, para mëno fukara vrasës, kanibal. E i thu por shembull 200 deve, vraj këtë njerëz. 200 deve. Devja minimum 5.000 euro më e lira. 5.000 euro. Devët shkojnë deri në 100.000 euro vëzër. 200.000 euro ki deve. Arabët kanë thonë 200 deve i ka, miliard gatshme, nëse na i bini kokën e pejgamberit të preme, Zoti na rujt. Këtë planin e kanë bën, veç një sene e kanë harruar. E me rujt Allah i këtë se kanë bëhe sop. Shumica e njerëzve nuk e bojnë planin Allahut hiç. Andaj ti sheh për shembull se si ja ka largu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ibn Abbasit, çka ka larguar? Ka thonë, ka dojtë ka zë. Këtë umeti mu bo bashk, me të bon zarar veç me një sen. Lem yadurruk. Zën të bojnë zarar kur gjo. Illa bi shay'in qad katabahu Allahu alejk. E nëse të mërin një zarar, ta dish se Allahu ta ka shkrujt ata me tarë. E shkove zë besimtari, edhe kur i një vjen një zarar, nuk thot ma bani ki, e shkru me këna këna. Edhe që sënë vetëm. Andaj pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, kur e gjujtën me gurin në Taif, qka tha? A tha budal janë këto? A tha qufar janë këto? A tha këtë janë kriminela? I herë Gjibraili pi në qio, bashk me melekun e kodrave, edhe i tha, o Muhammed aleyhi sallallahu aleyhi sallam, a ti përplasi këto që të kanë bo dam, ti shtin mes kodrave. Tha jo. Qysh jarë që e tojo vëzër? Innehum qaumun la ya'lamun. Të s'din tha. Allahumma faghfir li qaumi. O Allah, tha fale poplin tem. O Allah, fale poplin tem. Edhe qfar? Tha arsyen, s'din. Do më thonë krejt problemin e këthaj që dërkun. Dhe jo veç kajt vëzër. Tha kam shpresa bile se Allahu subhanahu wa ta'ala nga këta që janë të më gjujt me guri, nga ardhëmëria e këtënve, breze i ri, kanë me dalë musliman. Kjo vëzër është menaxhimi i krizave. Për nga mësame ka menaxhu krizën, ka po doa. A di që ka thonë fund? Ka thonë o Allah, nëse ti si i dhnu me muhe, gale se kam. Ty vish ti mës të i dhnosh me muhe. Unë e gale se kam shka të ndodhë këni pari. Por këta që vëzër besimtari i duhet ki imuniteti i imanit, këto fjallë të mira të satë i ban monolog me vetë vetën. Sepse e dini vëzër, shikoni, këshyri shka thojmë psikiatrët e pedagogat e këta që ka mirë me problemin e ankthit. Thot shumit se probleme ndodhin nga monologu negativ. Pastaj jo dialogun negativ. Ti me vetën kur fol, me vetën. Kur fol vetë shkeq. Apo? Bana e sop ti për shembull ki fol një saat me vetën se je i smut. Edhe del për shembull një i smut, edhe thot, si i smuti të mu duk. Po ti tamam një saat e ke po hazër, këtë skenarin, edhe e veç ka ardhë vulli, ka thonë, po thobe si sa rritit të mu duk, diçka, si kanë mira, mos ke razajf, diçka, edhe tamam vullosër. Këto gjërat ndodhen vëzër në jetën e njerëzve. Çka vjen besimin kader? Ka daleve, pashkujt Allahu xhelalu ala, kur gjonë ndodh. Apo, andaj ti e shef vëzër, ti e shef se problemet e shumicës së njerëzve janë mos menaxhimi i tyre me kaderin Allahu subhanahu wa taala. Ibn Mesudi ka thënë radiallahu an, problemi këtij ummeti ka me qenë kaderi. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk kanë mundësi mu mbledh të gjithë me të bëu dam, pos nëse diçka e ka shkruajt Allahu mu të bëu dam. Në fund të hadithit çfarë ka thënë? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kjo fjali vëzër i shëron të gjitha problemet. Rufi'atil aqlam. Na jeton vëzër
ne jetojmë jetë e cila është shkruar me gjithçka në ta detaj çka kemi jetuar. Gjithçka është shkruar me çka kemi jetuar. Dhe kjo është shkruar, vëllazër, kjo është shkruar. Apo o krye. O krye. Dhe këtu vëllazër nuk ka ndryshime. A ki pa për shembull ti, për shembull, këto shkamirën me libra, me filma, e kështu me radhë, e bëjmë përgatitjen, skenarin, regjire, edhe në fund aty në fund del. E kur dale mo, e ka morë publiku. O kuri mo, o kam shel mo, a i kapitull. Apo, e ki pa për shembull, atë ka ndodhë tije. Tu i shkrujt dikujt, i ke shkrujt dikujt tjetër. E ti tu i shkrujt, edhe e qalë mesazhin. Ti kur shkrujt, po jo për këti këti tjetërit. Ma ka shkue. A mund hin najrë me nalë, jo së një najrë. Rufi ati në klem, më shel meselja. Shembuj ka shumë o vëzër. Allahu xhelel vëzër nuk në kalon neve as një gram përzirin kaderin e ti. U kryki ma bet. Ka thonë alejhi salatu wassalam, rufi ati në klem. Lapë si që e ka shkujt kaderin e ka ngrejt. Allahu xhelel. Së në shkru të shkruje vësta? Jo. Pas e ka thonë, u gjeffeti suhuf. Edhe fleta ko e ka shkrujt, u ka tha që i bije qëfar? Vetë se kam mendodhë që është që ka shkujt Allahu subhanahu wa ta'ala. A në vëzër, njëra prej metodave pejgamberike, apo që e quajtëm mjekësia e fjallës, ku pejgamberi alayhi salatu wasallam me fjalë të mira, me besim në Allahun xhelel xhelalu, me besim në kader, me besim në melek, me besim në librat e Zotit xhelel xhelalu, me veprimtarin e besimtarit dhe përmirësimin e kësaj fetarie tek njeriu, e ka shëru pejgamberi alayhi salatu wasallam çdo lloj stresi dhe çfarë është. Shpjegoj atë ç'montoje stres. Do të dhim pastaj edhe hadithe të tjera. Pas Ramazanit, me izin Allahu subhanahu wa taala. Çka është stresi? Pse je të stresuar? Pse ki ankth? Pse ki shqetësim? Frikë? Sepse ti paramendon, vini revizor, që ta kuptoni thjesht. Ti je të paramendu keq diçka. E të paramendu. Këtë skene krijon truni jot. Ti veç duhesh me e diç këtë hadith. Rufi'atil aqlam. Skena jote në trun nuk ndodh. Kjo është ka shkruajt Allahu subhanahu wa taala ka ndodh. Domthon ti nuk je skenaristi. Ti nuk je as ka shkruar se ka ndodh. Ti je të paramenduar. Ya'idukum ash-shaytanu al-faqra. Thot Allahu subhanahu wa taala, ju tut shejtani me fukarallok, ju tut fukarallok në sunja u bëj. Shikoj vëzë. Kish thon Allahu, ju ban fukara shejtani, i shkon mutut. Sa të ribet që i ka dhon takat me timur parët. Ama jo, veç ka thon tut. Keni pa përshemë njëri, këti ka, biznis ka, afaris është, ka rejnë, duke di që ato firma ka mundësimi pas. Ama përshemë, një parlaj me mingue, luftrat, krizat, bitcoinat, monedat, valuta, inflacionat, apo sri rahat. E që këtë rahat ju dhe zë, qish me hek, qish me e maj stabile, e që këtë shqetsim, qish me largue, o shkrujt. O shkrujt o dhe zë. Kur ti e disë shkrujt, kur i ka thonë Musa a.s. në qil, Ademit a.s. ti e sebeb me zrip në ndonja, qka i tha Ademi a.s.? Apo, kanë bo debat Ademi me Musa a.s. që kërë e transmetu, për nga mërë a.s. hadith se i Bukhari. Edhe i ka thonë, o Adem, o baba njërzimit, sebeb tyje, ti në nëzirë neve në dunja. Qka i tha Ademi a.s. Tha, o Musa, ti të ka zgjedh Allah, ti e pejgamberi i Zotit, pra ti dush me ditë këtë punë. Tha, qish po më qërton për diçka çka Zoti ma ka shkrujt para se me më kriju. Ma ka shkrujt muë me hingjenet, ma ka shkrujt me mandalu pemën, ma ka shkrujt me hangër, edhe më ka nxirr për xhenetit, edhe më ka pru dunja. Pro mos më akuzo për atë, që ishto që i khullu islamu të imi rahimahullah, se Ademi a.s. i ka thonë, unës që ku më nxerë juve për xhenetit, po gjunahi e më bo sebeb që Allahu më në nxerë për xhenetit. Ama ki gjunahu shkrum, u ka një shkrum para prakisht me e bo une. Thot që i khullu islamu të imi kur ka thonë pejgamberi a.s. e fitoj Ademi Musën. Kur është kjo? Kur një gjë është krije. Apo, kur një njëri ka bo një gjuna, tash na mujna me i thonë, veç pëndohë, së mujna me këthi na mamas, dhe me thonë, hajde njerë më se banë, jo dhe e bana. Andaj pejgamberi a.s. kur e pyetën sahabët për shikimin, që ka transmetuar Imam Muslimi,
E pyetën për shikimin befas. E kishin një gruaje për shembull ka se ki halal befas. Çka i tha alayhi salatu wassalam? E para e jotja. E para e jotja, apo jo trasahat e jotja. Sekond. E dyta, nalo. Se ti s'e kthen më të mos thon, hajde edhe një herë s'po dua asnjëherë. Jo, u kri apo. Andaj mos e ha veten, mos e shqetëso veten për diçka e cila s'ka mundësi me u zgjidh. Por merru me pjesën e cila ka mundësi me menaxhunta, dhe ajo është pendimi, korrigjimi, përmirësimi, kthimi te Allahu subhanahu wa taala. Kjo vëzhgoj është hadithi i parë nga 40 hadithe të cilat do t'i vazhdojmë me izin Allahu subhanahu wa taala pas Ramazanit. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu t'i largon të gjitha depresionet prej neve, që Allahu t'i largon të gjitha shqetësimet, ankthët, e mërzit, e piklimet prej neve. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu zemrat tona t'i mbush me harmoni, t'i mbush me iman, t'i mbush me devotshmëri. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelalu të gjithë ata që vuan nga shqetësimet e nga depresionet, Allahu t'i shëron, Allahu t'i mbron, Allahu t'i furnizon me fetari dhe me din i cili i qetëson ata dhe i mbulon ata. Lusim Allahu subhanahu wa taala pasi që jemi në prag të Ramazanit, Allahu t'na jap shëndet dhe vullnet, Allahu t'na mbush zemrat tona me ambicie për ta mbush Ramazanin me punë të mira. E lutim Zotin e Madh pa i harruar ata musliman të cilët janë në skamje, janë në vështirësi, janë në për luftra, pasi që na shumica e një pjesë dërmuese e pjesës së muslimanëve nuk kanë kësaj lloj shqetësime, mirë po nuk duhet t'i harrojmë ata muslimanë që kanë skamje, kanë zorre, kanë luftra, që Allahu t'i ndihmon, Allahu t'ia mundson të kalojnë një Ramazan të mirë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i falë gjunahet tona, t'i falë mëkatet tona, dhe mundson Zoti i Madh te bareke ve teala që të jetojmë si musliman, të rritemi dhe zhvillohemi si musliman, dhe amenetin e fundit Allahu t'i japim me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.